Je pastruesja ime, jo nusja e shtëpisë. Salla e madhe e vilës shkëlqente nga dritat e kristalta. Dyshemeja prej mermeri reflektonte hijet e të ftuarve të veshur me marka të shtrenjta, ndërsa aroma e parfumeve luksoze përzihej me tingujt e lehtë të muzikës klasike. Ishte festa e përvjetorit të kompanisë së familjes, një event ku merrnin pjesë biznesmen, politikan dhe figura të njohura. Në krye të sallës qëndronte zonja Elvira, mamaja e milionerit të njohur Ardit Kelmendi. Ajo ishte një grua elegante, me flok të kapura lart dhe me një buzëqeshje që dukej më shumë si maskë sesa si shenjë gëzimi. Ajo ishte mësuar të komandonte, të gjykonte dhe të vendoste për gjithçka. Por atë mbrëmje, vëmendja e saj nuk ishte tek festa. Syti kishte ngulur tek një vajzë e re që qëndronte pak më tutje, pranë tryezës së pijeve. Ajo ishte Sara, gruaja e djalit të saj. Sara kishte veshur një fustan të thjesht blu të errët. Nuk kishte bizhuteri të shtrenjta, as makijazh të rënd. Ajo duke e qetë, por brenda saj po zhvillohej një stuhi. Ajo e dinte që në atë shtëpi nuk ishte e mirëpritur, që nga dita kur Arditi kishte vendosur të martohej me të, Elvira nuk kishte pushuar së talluri. Një vajzë pa emër, pa pasuri, pa lidhje, çfarë do t'i ofroj ajo djalit tim? Kishte thënë ajo para miqve. Por Arditi kishte këmbën ngulur. Ai e kishte njohur Sarën vite më parë, kur ajo punonte si pastruese në një nga zyrat e kompanisë së tij. Ndryshe nga të tjerët, ai kishte parë tek ajo diçka që nuk blihej me para, dinjitetin. Ajo punonte në heshtje, pa u ankuar. Kishte refuzuar disa herë bakshishe të tepërta, duke thënë: "Bëj vetëm punën time." Kjo e kishte intriguar Arditin. Ai kishte filluar ta vëzhgonte nga larg. Pastaj ta përshëndeste. Pastaj ta pyeste për jetën e saj. Sara kishte një histori të vështirë. Babai kishte ndëruar 10 herët. Nëna ishte e sëmurë. Ajo kishte lënë universitetin për të punuar dhe për ta mbajtur familjen. Kur Arditi I kishte propozuar martesë, ajo kishte hezituar. "Nuk jam për botën tënde," I kishte thënë. "Je më e mirë se bota ime," ishte përgjigjur ai. "Sara." Zëri Elvirës e preu kujtimin si një thik. Të ftuarit kthyen kokën. Elvira u afrua ngadalë me një gotë vere në dorë. "A mund të ma sillni një pecet? Duket se shërbimi sot është I ngadalshëm." Sara e kuptoi me njëherë nën kuptimin. Ajo nuk ishte thirrur si nuse. Ishte thirrur si pastruese. Disa nga zonjat përreth qeshën lehtë. "Më falni," tha Sara me zë të ulët, por të qartë. Elvira buzëqeshi me përçmim. "Oh, e harrova. Tani je gruaja e djalit tim. Por për mua, ti je ende vajza që pastronte dyshemet. Mos harro nga ke ardhur." Fjalët ranë sigur. Salla heshti për një moment. Sara ndjeu gjakun t'i ngrihej në fytyrë. Jo nga turpi, nga dhimbja. Por ajo nuk foli. Ajo u kthye, mori pecetën dhe ja zgjati me qetësi. "Ja ku e keni." Elvira e mori, duke e parë nga kokat e këmbët. "Të paktën e di të bësh këtë." Nga ana tjetër e sallës, Arditi kishte parë gjithçka. Ai u afrua me hapa të shpejt. "Mami, mjaft." Elvira ngriti vetullën. "Po e vendos në vendin që I takon." "Jo, po e poshtëron. Unë nuk e pranova kur këtë martesë. Por unë po." Sytë e tyre u përplasën si dy shpata. Të ftuarit përreth u shtirën sikur po shikonin diku tjetër. Por askush nuk po humbiste asnjë fjalë. Elvira u kthye nga Sara. "Nëse mendon se një unaze shtrenjtë të bën zonjë, gabohesh. Klasi nuk blihet." Sara më në fund foli. Zëri I saj ishte I butë, por I palëkundur. "Keni të drejtë. Klasi nuk blihet. Prandaj nuk e gjeni në asnjë bank." Një murmuritje kaloi në sallë. Elvira u zverdh. Arditi e pa Sarën me admirim, por betejë sapo kishte filluar. Më vonë atë natë, pasi të ftuarit u larguan, tensioni në vilë ishte I prekshëm. Elvira po qëndronte në bibliotek, ndërsa Sara po mblidhte disa gota bosh nga tavolina. "Lëri ato," tha Elvira ftohtë. "Kemi staf për këtë." "Nuk më bie kurora," u përgjigj Sara. "Pikërisht, sepse nuk e pasur kurrë." Sara ndaloi. Ajo u kthye ngadalë. "Ju mendoni se varfëria është turp, por turp është të mos respektosh askënd. Ti po më jep mësime mua." "Jo, po ju tregoj kush jam." Elvira qeshi me ironi. "Ti je pastruesja ime." Sara e pa drejt në sy. "Jo, jam gruaja e djalit tuaj."
dhe do të qëndroj këtu, pavarësisht sa herë përpiqeni të më ulni. Heshtje. Elvira nuk ishte mësuar që dikush t'i kundërvihej, sidomos jo një vajzë pa emër, por në atë moment për herë të parë, ajo ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kur më parë. Pasiguri. Në dhomën e tyre, Arditi e përqafoi Sarën. Më fal. Nuk është faji yt. Ajo nuk do të ndryshoj. Sara e pa nga dritarja, drejt kopshtit të ndriçuar. Ndoshta jo, por unë nuk do të largohem. Je e sigurt? Ajo buzëqeshi lehtë. Kam pastruar dysheme më të ftohta se kjo shtëpi. Nuk më tremb. Arditi qeshi për herë të parë atë mbrëmje. Por asnjëri nuk e dinte se ajo që do të ndodhte ditët në vijim do të trondiste jo vetëm familjen, por gjithë qytetin. Sepse Elvira nuk ishte një grua që pranonte humbjen, dhe Sara nuk ishte më thjesht një pastruese. Ajo po përgatitej të tregonte se vlera e një njeriu nuk matet me para, por me forcën për të qëndruar në këmbë kur të gjithë duan të shohin në gjunjë. Sekreti që do ta përmbyste gjithçka. Mëngjesi në vilën e familjes Kelmendi erdhi I heshtur, por I rënd. Drita e diellit përplasej mbi perdet e bardha të mëdha, duke krijuar një qetësi të rreme. Brenda asaj shtëpie luksoze, tensioni ishte më I fortë se kurrë. Sara ishte zgjuar herët, jo sepse duhej, por sepse nuk mund të flinte. Fjalët e Elvirës I jehonin në mendje. Ti je pastruesja ime. Ajo kishte dëgjuar ofendime gjatë jetës. Kishte përjetuar përbuzje, varfëri, lodhje fizike, por asnjëherë nuk e kishte ndier atë lloj përçmimi të ftohtë që vinte nga një njeri që mendonte se paraja I jepte të drejtën të ulte të tjerët. Sara zbriti në kuzhinë. Shërbëtorët u shtangën për një moment. Mirëmëngjes, tha ajo me buzëqeshje. Ata ju përgjigjen me respekt. Ndryshe nga Elvira, stafi e kishte parë Sarën si një prej tyre. Ajo nuk fliste kurrë me arrogancë. Shpesh I ndihmonte, edhe pse nuk ishte e detyruar. Ajo nisi të përgatiste kafen. Në atë moment, zëri I Elvirës u dëgjua nga prapa. Nuk ka nevojë të bësh teatër para stafit. Sara u kthye. Elvira qëndronte me një mantel mëndafshi, flokët e rregulluar perfekt. Nuk është teatër. Është zakon, u përgjigj Sara qetë. Zakon nga jeta jote e vjetër. Sara heshti. Nuk donte konflikt. Por Elvira nuk kishte ndërmend të ndalonte. Arditi do të ketë një takim të rëndësishëm sot. Do të vinë investitor ndërkombëtar. Ti nuk do të jesh aty. Jam gruaja e tij. Je një gabim I tij. Fjalët ranë sigur. Sara ndjeu një therrje, por këtë herë nuk u tërhoq. Ai vendos kush është pranë tij. Jo për sa kohë unë jam gjallë. Pak më vonë, Arditi hyri në kuzhinë. Ai ndjeu me një herë tensionin. Çfarë po ndodh? Asgjë, tha Elvira ftohtë. Po përpiqem të ruaj reputacionin e familjes. Reputacioni nuk dëmtohet nga gruaja ime. Do ta shohim. Elvira doli pa shtuar asnjë fjalë tjetër. Arditi ju afrua Sarës. Mos e dëgjo. Sara buzëqeshi dobët. Sa kohë do të zgjas kjo? Ai nuk kishte përgjigje. Pasdite, vila u mbush me makina luksoze. Investitor nga jashtë vendit, partner biznesi dhe figura të rëndësishme hynin një nga një. Sara ishte veshur thjesht, por me elegancë. Një fustan ngjyrë krem, flokët lëshuar natyrshëm. Ajo nuk kërkonte të binte në sy, por Elvira kishte një plan. Kur të gjithë mblodhen në sallën kryesore, ajo mori fjalën. Para se të fillojmë, dua t'ju prezantoj me familjen time. Ajo buzëqeshi. Ky është djali im, Arditi, krenaria ime. Duar trokitje. Dhe kjo, ajo ndaloi për një sekond dramatike. Është vajza që dikur pastronte zyrat tona. Salla u ngrir. Syt u drejtuan nga Sara. Arditi u ngrit me një herë. Mami, mjaft. Por Elvira vazhdoi. Ne jemi një familje që beson në mundësi. Edhe pastrueset mund të ngjiten lart. Disa buzëqeshje të sikletshme u shfaqën në fytyrat e të ftuarve. Sara ndjeu turpin të përpiqej ta pushtonte. Por ajo refuzoi ta lejonte. Ajo u ngrit. Po, kam qenë pastruese, tha ajo me zë të qartë. Dhe jam krenare për këtë. Çdo gjë që kam arritur, e kam fituar me punë të ndershme. Heshtje. Nuk kam lindur me pasuri, por kam lindur me dinjitet. Një nga investitorët, një burr I moshuar me sy të mpret, e pa me interes. Si quheni? Pyeti ai. Sara. Sara ju përgëzoi. Rall shoh dik që mban kokën lart nën presion.
Elvira u zbe. Arditi e shtrëngoi dorën e Sarës. Por Elvira nuk kishte mbaruar. Mbrëmjen e asaj dite, ajo thiri në zyrën e saj një person të panjohur. Dua informacion për Sarën. Çdo gjë. Familjen, të kaluarën, çdo gabim. Do ta keni brenda 48 orësh. Elvira buzëqeshi. Askush nuk hyn në këtë familje pa kaluar në përduart e mia. 2 ditë më vonë, një dosje trash ishte mbi tavolinën e saj. Ajo nisi ta hapte me kënaqësi, por ndërsa lexonte, buzëqeshja ju zhduk. Në dosje nuk kishte skandale, nuk kishte turp, kishte sakrifica. Kishte dokumente që tregonin se Sara kishte paguar trajtimet e nënës së saj duke punuar natë e ditë. Kishte letra falënderimi nga njerëz që ajo kishte ndihmuar në heshtje. Kishte një certifikat të vjetër universitare. Sara kishte qenë studente e shkëlqyer në ekonomi, por kishte ndërprer studimet për shkak të varfërisë. Elvira u ngrys. Kjo nuk I shërbente, por në fund të dosjes ishte një dokument që e bëri të ngrinte kokën. Një akt pronësie. Një tokë në periferi të qytetit. Emri I pronarit të parë. I atij Sarës. Elvira e njihte atë emër. Ishte toka mbi të cilën vite më parë ishte ndërtuar një nga fabrikat e para të familjes Kelmendi. Një tokë që ishte bler për një çmim qesharak, sepse pronari kishte qenë në vështirësi financiare. Elvira e mbylli dosjen me forcë. A ishte e mundur? A kishte përfituar familja e saj nga varfëria e familjes së Sarës? A ishte kjo arsyeja pse ajo kishte përfunduar duke pastruar në kompaninë e tyre? Mendimet e tronditën për një moment, por krenaria e saj ishte më e fortë. Rastësi, murmuriti ajo. Ndërkohë, Sara kishte filluar të përfshihej në një projekt të ri në kompani. Ajo kishte analizuar disa dokumente financiare dhe kishte zbuluar një gabim serioz në një investim të madh. Kur ja tregoi Arditit, ai u habi. Si e vure re këtë? Kam studiuar ekonomi. Nuk e mbarova, por nuk e harrova. Ai e pa me admirim. Duhet të jesh në bord. Mami yt nuk do ta lejoj. Atëherë do ta detyroj. Kur Elvira mori vesh se Sara ishte propozuar për një rol zyrtar në kompani, ajo shpërtheu. Kjo është çmenduri. Një pastruese në bord drejtues. Një grua e zgjuar, tha Arditi ftohtë. Nuk do ta lejoj. Nuk është vetëm vendimi yt. Bordi u mblodh. Dhe për habin e Elvirës, disa anëtar mbështetën Sarën. Sidomos investitori I moshuar që e kishte admiruar në fest. Na duhen njerëz që njohin vlerën e punës, tha ai. Votimi u bë. Sara u pranua si këshilltare financiare. Elvira ndjeu sikur toka po I rëshiste nën këmbë. Atë natë, ajo u përball me Sarën. Mos mendo se ke fituar. Nuk po luftoj kundër jush. Po më zë vendin. Unë nuk dua vendin tuaj. Dua respekt. Elvira e pa gjatë. Respekti fitohet. Sara u afrua një hap. Atëherë më jepni një mundësi ta fitoj. Për herë të parë, Elvira nuk ishte një përgjigje të menjëhershme. Sepse thellë brenda, ajo kishte filluar të dyshonte. Jo tek Sara, por tek vetja. Por drama nuk kishte mbaruar. Sepse dikush tjetër kishte zbuluar dokumentin e tokës. Dhe ai person ishte gati ta përdorte për të shkatëruar jo vetëm Sarën, por gjithë familjen Kelmendi. E vërteta që rrëzoi Maskat. Qielli ishte mbuluar me re të zeza atë mëngjes, sikur paralajmëronte stuhin që po afrohej mbi familjen Kelmendi. Brenda vilës luksoze, gjithçka duke e qetë në sipërfaqe. Por nën atë qetësi fshihej një e vërtetë që mund të shkatëronte gjithçka. Sara ishte në zyrën e saj të re në kompani. Ajo ende nuk ishte mësuar me titullin këshilltare financiare. Për të, puna ishte punë. Pavarësisht nëse mbante në dorë një leck apo një dosje me dokumente miliona eurosh. Por atë ditë, telefoni I saj ra. Zonja Sara. Zëri në anën tjetër ishte I panjohur. Po, kam diçka që duhet ta shihni. Ka të bëj me tokën e babait tuaj dhe me familjen Kelmendi. Zemra ju shtrëngua. Kush jeni? Një njeri që nuk duron pa drejtësinë. Telefonata u mbyll. Pak minuta më vonë, në emailin e saj mbërriti një dokument I skanuar. Ishte kontrata origjinale e shitjes së tokës së babait të saj. Sara e hapi me duar që I dridheshin. Çmimi I shitjes ishte pothuajse qesharak, por ajo që e tronditi më shumë ishte një shtesë e vogël në fund të dokumentit. Një klauzol që tregonte se vlera reale e tokës ishte fshehur, dhe babai I saj ishte mashtruar.
Firma në fund të kontratës. Ishte Elvirës. Sara ndjeu një përzierje emocionesh, zemërim, dhimbje, trishtim. Babai i saj kishte shitur tokën për të paguar trajtimin e nënës së saj, duke menduar se nuk kishte zgjidhje tjetër. Ai kishte besuar dhe ishte tradhtuar. A ishte kjo arsyeja pse familja e saj kishte rënë në varfëri? A ishte kjo arsyeja pse ajo kishte përfunduar duke pastruar zyrat e të njëjtës kompani që kishte përfituar nga dhimbja e saj? Ajo nuk humbi kohë. Shkoi drejt në vilë. Elvira ishte në bibliotekë si zakonisht me një filxhan çaji në dorë. Duhet të flasim, tha Sara pa hyrë në formalitete. Elvira ngriti sy. Çfarë toni është ky? Sara hodhi dokumentin mbi tavolinë. E njihni këtë? Elvira e pa për disa sekonda. Fytyra e saj mbeti e palëvizshme. Është një kontratë e vjetër. Është toka e babait tim. Heshtje. Ai u mashtrua, vazhdoi Sara. Dhe firma juaj është aty. Elvira e uli filxhanin ngadalë. Biznesi është biznes. Jo kur shkatëron jetë. Babai yt kishte borxhe. Ne i dham një zgjidhje. Ju përfituat nga dëshpërimi i tij. Zëri i Sarës u drodh për herë të parë, por jo nga dobësia, nga dhimbja. Elvira u ngrit. Mos më jep leksione morale. Pa atë tokë, kompania jon nuk do të ishte ajo që është sot. Pra pranoni që gjithçka u ndërtua mbi padrejtësinë. Për herë të parë, Elvira nuk kishte një përgjigje të fortë. Në atë moment Arditi hyri. Çfarë po ndodh? Sara u kthye nga ai. Kompania juaj është ndërtuar mbi tokën e familjes sime, dhe babai im u mashtrua. Arditi u shtang. Çfarë? Sara ia dha dokumentin. Ai e lexoi me sy të zgjeruar. Mami, a është e vërtetë? Elvira qëndroi e heshtur për disa sekonda që dukeshin si orë. Ishte një marrëveshje. E pa drejt. Shpërtheu Arditi. Ashtu funksionon bota. Jo bota që dua unë. Fjalët e tij ranë si një goditje. Por drama nuk mbaroi aty. Të nesërmen media publikoi një artikull bomb. Kompania Kelmendi e ndërtuar mbi mashtrim. Dikush kishte rrjedhur dokumentet. Aksionet nisën të bien. Investitorët kërkonin shpjegime. Bordi u mblodh urgjentisht. Elvira u përball me kritika të ashpra. Kjo mund të shkatërrojë reputacionin ton. Tha një anëtar. Duhet transparencë, shtoi investitori i moshuar. Të gjithë syt u drejtuan nga Sara. Ajo kishte dy zgjedhje. Të kërkonte hakmarrje ose drejtësi. Ajo u ngrit. Unë nuk dua të shkatërroj kompaninë. Dua që e vërteta të pranohet. Dhe dua që toka të rikthehet në emrin e familjes sime. Heshtje. Arditi u ngrit pranë saj. Jam dakord. Elvira e pa djalin e saj me syt plot emocione të përziera. Po më kundërshton. Po mbroj atë që është e drejtë. Pas disa orësh debate, bordi votoi për një zgjidhje historike. Toka do t'i rikthehej familjes së Sarës. Dhe kompania do të kërkonte falje publike për marrëveshjen e padrejtë. Media shpërtheu me lajme. Shumë e panë si skandal, por disa e panë si akt guximi. Në vilë, Elvira qëndronte vetëm në bibliotekë. Për herë të parë, ajo nuk ndihej e fuqishme. Ndihej e zbuluar. Sara hyri ngadalë. Nuk doja t'ju poshtëroja. Elvira e pa me sy të lodhur. Ti më munde. Nuk ishte betejë. Për mua ishte. Heshtje e gjatë. Pastaj Elvira foli me zë më të butë se kur. Kam kaluar jetën duke menduar se paraja është mburoj, por ti më tregove se dinjiteti është më i fortë. Sara nuk foli. Elvira u ngrit dhe u afrua. Ndoshta nuk je pastruesja ime. Një pauzë e shkurtër. Ndoshta je gruaja që djali im meriton. Sytë e Sarës u mbushën me lot. Jo nga dhimbja këtë herë, nga çlirimi. Disa muaj më vonë, toka e rikthyer u kthye në një fondacion në emër të babait të Sarës, për të ndihmuar familjet në vështirësi financiare. Kompania u rrit edhe më shumë, këtë herë me një reputacion të ri, transparencë dhe ndershmëri. Dhe në një mbrëmje të qetë, ndërsa Sara dhe Arditi shikonin perëndimin nga kopshti i vilës, ai i tha, nga pastruese në shpëtimtare të kompanisë. Sara buzëqeshi. Unë jam thjesht ajo që kam qenë gjithmonë. Brenda shtëpisë, Elvira i shikonte nga dritarja. Ajo nuk ishte ndryshuar plotësisht, por kishte mësuar diçka që asnjë pasuri nuk ja kishte mësuar më parë. Respekti nuk blihet. Ai fitohet, dhe ndonjëherë vjen nga vendi ku e pret më pak.